Në nga zhvillimet më shqetësuese të ditëve të fundit në arenën ndërkombëtare është përshkallëzimi i konfliktit ushtarak mes Iranit dhe Izraelit. Përplasja mes dy shteteve ka rezultuar me një numër të madh viktimash dhe dëme të konsiderueshme, duke të rënditur opinionin publik ndërkombëtar dhe duke rritur tensionet në të gjithë kontinentin evropian. Në këtë kontekst, reagjimet dhe qëndrimet e vendeve të ndryshme kanë qenë të ndryshme, por të gjitha të ndikuara nga pasiguria që po përhap ky konflikt. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ku ka bërë thirrje për ndalimin e menjëhershëm të luftimeve. Sipas tij, lufta nuk i shërben askujt dhe po shkakton pasoja tragjike për popullsinë civile, jo vetëm në rajonin e Lindjes së Mesme, por edhe më gjerë. Rama e ka shprehur qartë mbështetjen e tij për Izraelin, duke theksuar të drejtën e këtij shteti për të mbrojtur veten për ballësumeve të organizatave terroriste dhe kërcënimeve të hapura. Ky qëndrim ka nxitur një reagim të ashpër nga autoritetet iraniane. Në një komunikat të shpërndar në rrjetet e tyre zyrtare, Irani ka deklaruar se çdo shtet që mbështet Izraelin në këtë konflikt do të konsiderohet si armik i drejtë për drejtë. Mes këtyre shteteve është përmendur edhe Shqipëria, si pasojë e deklaratës së Ramës dhe pozicionimit të saj politik në përputhje me qëndrimet e vendeve perëndimore. Kjo ka krijuar një ndjesi pasigurie dhe shqetësimi në opinionin publik shqiptar. Kërcënimi i Iranit përbën një akt diplomatik të rëndë dhe rrezikon të komplikojë më tej marrëdhëniet e brishta mes vendeve në një kohë kur siguria globale është gjithnjë më e rrezikuar. Ekspertët e politikës së jashtme dhe sigurisë po e ndjekin nga afër situatën, ndërsa institucionet shqiptare pritet të marrin masat e nevojshme për të garantuar sigurinë kombëtare dhe për të shmangur përfshirjen në përplasje të huaja. Ndërkohë, pritet që Shqipëria të rikonfirmojë pozicionin e saj si një vend antar i NATO-s dhe mbështetës i paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar. Megjithatë, përfshirja e saj në listën e vendeve të konsideruara armike nga Irani ngre pyetje serioze për pasojat që mund të sjellin këto zhvillime në politikën e jashtme dhe sigurinë rajonale. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.